Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po pretendon se forca e sigurisë së Kosovës po armatoset në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe se Aleanca Kroaci-Shqipëri-Kosovë cënon drejt për drejt interesat dhe sigurinë e Serbisë. Vučić e ka cilësuar këtë situatë një kërcënim për vendin e tij, duke theksuar se Serbia tashmë po përgatitet për t'u mbrojtur. Këto deklarata vetëm sa e kanë pasuruar atë që njohusit e sigurisë dhe lajmeve të rreme e shohin si propagandë serbe. Realisht Aleksandar Vučići është prej atyre njerëzve që bashkë me propagandën serbe nuk lënë çdo lloj mjeti ta përdor kundrejt Kosovës. Ai e di mjaft mirë që Kosova është në forcimin e ushtrisë së saj në kuadër të NATO-s dhe vetë ka pasur deklarata nga NATO dhe SBA-ja që armatosja e Kosovës është ka bërë konform rregullave dhe deri në 2028 që është edhe planifikuar transformimi në ushtri operacionale, por megjithatë ata e përdorin këtë çështje duke përfshirë edhe elementet e tjera që po ndodhin kohëve së fundit, si një lloj strategjie, si një lloj operacioni psikostrategjik që bën Vučić. Organet e sigurisë në Kosovë bashkë me gjitha institucionet tjera duhet të kenë një strategji e cila e ka parasysh se si funksionon Stratkomi ose strategjia e komunikimit të Serbisë dhe në këtë mënyrë duke pasur parasysh strategjinë e tyre atëherë të krijohet një lloj kundërstrategjie e cila në bashkëpunim me shoqërinë civile, media dhe po ashtu aktorët të cilët janë me interes në Kosovë ta mbajnë masën e paprekshme nga kjo lloj propagande dhe nga kjo lloj lufte hibride që është duke ndodhur. Ndoshta nevoja imediate që duhet të ndërhyrë është çështja e rrjeteve sociale dhe çështja e mediave ku shumë mediat e pa identifikuara, pa pronarë dhe po ashtu rrjetet sociale të ndryshme, grupet e ndryshme janë duke manipuluar publikun dhe ne i kemi vërejtur këto që ka jashtëzakonisht shumë shpërndarje, lajka dhe komente të cilat janë duke përçarë masën dhe duke shtyrë përpara interesat e Serbisë kundrejt Kosovës. Në momentin që Vučić është deklaruar, domethënë se Kosova po armatoset për ta sulmuar Serbinë, këto narrativa janë amplifikuar edhe nga personalitete të tjera, njëkohësisht edhe media të tjera, me qëllim që në një farë forme kjo ndikon në konsumin e brendshëm kryesisht përdoret, se krijohet një lloj viktimizimi se Kosova po armatoset me qëllim Serbinë, njëkohësisht ka qarkulluar edhe narrativa se kjo e dëmton edhe sigurinë e serbëve në Kosovë. Këto janë të rrezikshme sepse krijojnë panik kryesisht te komuniteti serb në Kosovë, sepse ata në bazë të informacioneve që kemi kryesisht informohen nga mediat në Serbi dhe nuk i përdorin mediat kredibile që janë në Kosovë, dhe mediat edhe në gjuhën serbe, dhe kjo mund të krijojë teta një lloj panike, njëkohësisht edhe mund t'i dezinformojë serbët në Serbi lidhur me zhvillimet të Kosovës. Po duhet t'i verifikojnë këto narrativa, njëkohësisht duhet përdorin edhe më shumë burime të informacionit lidhur me tema të tilla të sigurisë. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes i ka cilësuar deklaratat e presidentit serb si të pavërteta dhe tendencioze. Në një përgjigje nga kjo ministri thonë se Forca e Sigurisë së Kosovës po zhvillon kapacitetet e saj për qëllime mbrojtëse në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe standardet e NATO-s, si dhe në koordinim të plot me partnerët ndërkombëtar. Ata theksojnë se FSK-ja nuk është dhe nuk do të jetë e orientuar ndaj kërcënimit apo sulmit ndaj asnjë shteti, derisa shtojnë se për dallim nga Serbia, të gjitha prokurimet ushtarake të FSK-s realizohen në mënyrë transparente me shtete anëtare të NATO-s për dallim nga Serbia.